Gjykata e posaçme ka kaluar për gjykim dosjen e timore të SPAK në ngarkim të Safet dhe Behar Bajrit, si dhe të bashkëpunëtorëve të tyre si Asmert Bilali dhe Eria Ago për atentatin ku ekzekutua Fatbar Lici, krim i shënuar më 10 gusht të vitit 2018 në Shkodër. Prokuroria e posaçme pas hetimeve ka arritur në përfundimin se Safet Bajri në bashkëpunim me Asmert Bilali dhe kushëririn e tij Behar Bajrin kanë organizuar dhe kanë kryer vrasje me paramendim në formën e grupit të strukturuar kriminal. Ndërsa ishe dashura e Safet Bajrit, Eria Ago akuzohet se ka drejtuar një prej makinave të përdorura gjatë kësaj ngjarjeje. Si motiv për vrasjen e Fatbar Licit, hetuesi thonë se lidhet me dyshimin që Behar Bajri kishte për një ngjarje të ndodhur në vitin 2018 ku ekzekutua me armë zjarri ish efektivi policisë Boran Breçana dhe bashkëjetuesja e tij Silvin Doci. Bajri dyshonte se pas këtij sulmi lidhe Ibrahim Lici dhe në këtë kusht ai organizoi grupin duke vrarë Xhaxhai në lokal në lagjen Kiras, ku ai qëndronte bashkë me disa persona të tjerë.